Ekipi i futbollit të Bulqizës për moshat U15 kalon në fazën finale duke fituar me skuadrën Tirana Young Sport me rezultatin 7-2. Ekipi është pjesë e Sport Club Bulqiza SHPK dhe ka 2 vjet që militon në kategorinë e dytë në kampionatin rajonal të Tiranës. Vjet ekipi U14 arriti në finalen e madhe duke zënë vendin e dytë, ndërsa këtë sezon ekipi U15 arrin përsëri në finale me objektiv fitimin e titullit kampion të Tiranës dhe pse jo edhe titullin kampion për të gjithë rajonet e Shqipërisë. Pra ekipi është në lojë për 2 tituj. Ekipi menaxhohet nga klubi me administrator Zoti Fatri Puca dhe trajnohet nga trajneri i njohur i futbollit, Zoti Andi Topi, i cili ka një karrierë të pasur në fushën e sportit në Bulqizë. Ekipi U15 këtë sezon e mbylli në vend të dytë me 52 pikë nga 22 ndeshje me golshënuesin më të mirë të kampionatit, me 48 gola kapitenin e ekipit Fiqeri Xheleku, një talent në rritje dhe që premton shumë. Falë renditjes së mirë, ekipi siguron fazën e play-off dhe të hënën me rezultat 7-2 dhe kundërshtarit nga Tirana kalon direkt në fazën finale. Ekipi stërvitet rregullisht tek fusha sportive, ka bazë materiale dhe normal ka dhe objektiva të mëdha. Të ngjitet në kategorinë e parë, kategori ku militojnë ekipet më të mira të vendit, gjë që do të sjellë që ekipi do t'i luajë ndeshjet në fushën e vet.